Përshëndetje, dua të di kur ka lindur Kozak Braçi, njeriu më i famshëm i Ballkanit. Nuk gjeta informacione për burime të besueshme që tregon sakt datën e lindjes së Kozakut. Nëse dëshironi mund të kërkoj më thellë ose të kontrolloj në intervista personale. Dhe thuaj, a konsumon lëndë narkotike Kozak? Po, okay. Kozak Braçi, influenceri më i fortë shqiptar, a konsumon lëndë narkotike të quajtura kokainë, hashash dhe më thet thash? Nuk ka konfirmim të besueshëm që Kozak Braçi me siguri konsumon kokainë apo drog, po ka raportime dhe akuza që qarkullojnë, thot. Ka një video që qarkullon ku Kozaku shfaqet duke konsumuar lëndë të ndryshuar si kokainë dhe me një pistolet me mulli. Pasha kokën e familje! Me një pistolet me mulli me të, në video bëhet e dukshme tentativa për të luajtur ruletën ruse. Po, rob mi jepni 2 milion euro më vdek familja t'ja fus 2 pluma. Ruletës ruse t'ja fusi 2 pluma, 3 bosh, 2 pluma në të. Mi jepni 2 milion euro t'a bëjt t'ja shira në pjesë, makari nëse vdes. Live, nuk vdesi, më vdek familja nuk vdesi. Pastaj video, policia Tiranës ka shoqëruar dhe ka marrë në pyetje. Kari më pjesë. Po gjatë kontrollit në banesën e tij, më vdek familja më kanë marrë kontroll banesë Olës. Po gjatë banesës të tij nuk kanë gjetur as drogë as armë. Kisha drogë me gjetur, nuk shes drogë. Kërkesa e vitës, më vdek familja kanë shkuj që më kanë... Por, më ka ardhur policia, më kanë marrë në telefon, më kanë thënë, po të vim të shtëpia, kontroll banesi. Thoshun, po çfarë? Jo, ka dali video. Po çka kam bërë, vlla, ka 10 vjet video, e kam bërë në Itali, kam qenë me ca italian, kam qenë i drogun, kam qenë të bëj shaka. Sa ajo nuk është drog, unë s'kam pi drog aty. Me pi 5 gram vdes. Pistoleta ka qenë lodër, unë e kam bërë për tutall. Nuk është e vërtet. Është tash e them. Alex Babloku.